Vëllezër të dashur, hoxha lexoi shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wal-bayyinati min al-huda wal-furqan. Recatën e parë hoxha tregoi se Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj të bekum, muajin e Ramazanit, e ka zbrit librin e vet Kur'anin famëlart. Andaj është për mu çudit dhe për mu habit se gjithë çfarë lidhet me Kur'anin, ka të bëjë me Kur'anin, veçohet prej ketëve. Andaj muaji Ramazanit është veçuar prej ketë muajve për shkak se ka zbrit Kur'anin këtë muaj. Nata e Kadrit është veçuar prej ketë natave të Ramazanit, se mu në atë natë ka fillu zbritje e Kur'anit famëlart. Allahu subhanahu wa taala Mekën e veçoi edhe e boni prej tokëve vendeve më dashura të Allahut subhanahu wa taala, për shkak se në Mekë filloi zbritja e Kur'anit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi më i dalluar, më i veçuar, më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i zbriti libri i shenjtë Kur'ani famëlart. Gjithashtu thuhet se edhe Xhibrili alayhi salam është dalluar prej këtë melaçeve, për shkak se mbi supët e tina ishte misioni i zbritjes së Kur'anit famëlart. Andaj nga gjithë kjo e kuptojmë një realitet se gjithë çfarë ka të bëjë me Kur'anin dhe gjithë çfarë na lidh me Kur'anin, vetëm se do të na ngrite dhe do të na dalloje dhe do të na veçoje prej gjithëve. Andaj rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Tha më i miri prej juve, pra epitetin e të mirit, apo ajo çfarë e boni të dallon ky njeri prej gjithë njerëzve, është siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Khairukum", më i miri prej juve është ai i cili e mëson Kur'anin dhe jo mëson të tjerëve. Pra vetë Kur'ani, mësimi i Kur'anit, mësimi i leximit të Kur'anit dhe gjithë çfarë ka të bëjë me Kur'anin, ta jep një epitet i cili të dallon prej këtë njerëzve, se janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe ky muaj dallohet si muaji i Kur'anit. Edhe një prej emrave të muajit Ramazanit është edhe Shahrul Kur'an, edhe muaji i Kur'anit. Që me faktikisht, me automatizëm kuptojmë se këtë muaj duhet t'i përvelmi pak rat dhe t'i kushtojmë pak më shumë kohë fjalëve të Allahut subhanahu wa taala edhe librit shenjtë, që të arrim kënaqësinë e Allahut, të arrim mëshirën e Allahut dhe të veçohemi me sevape, me vepra të mira, që të arrim tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, sendin e parë që njeriu t'i duhet për udhëzim, për ta kuptuar realitetin, për ta kuptuar se Islami është feje vetëm e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, është dija. Njeriu pa dije asnjëherë sun dhe asesi në asnjë mënyrë nuk mund të udhëzohet. Është e pamundur që njeriu ta kupton realitetin, ta kupton Islamin pa dituri. Andaj, duke pas parasysh këta, se dituria tuko ka mjet me të cilën ti e gjen udhëzimin, e gjen rrugën e tretë, e pastron zemrën prej shirkut, kufrit, nifakut, dhe prej gjunohave dhe mëkateve. Andaj themi se rruga për të dija i ka dy mënyra. Për të arritur të dija, të dituria janë dy mënyra. E para është leximi dhe libri. Pa lexim dhe pa libër, në asnjë mënyrë ne nuk mund të arrijmë diturinë, me të cilën pa këtë dituri nuk e kemi udhëzimin, nuk e kemi Islamin. Andaj
Allahu subhanahu wa taala për t'i udhëzuar njerëzit dhe për t'i nxjerrë prej errësirës në dritë dhe për t'i larguar prej gjunohut në sevapë dhe prej xhenemit në xhenet, Allahu subhanahu wa taala zbriti librin që ne ta lexojmë këtë libër, ne të meditojmë në këtë libër, ne ndalmi dhe ta studiojmë këtë libër, e me këtë mënyrë, duke e lexuar këtë libër, ne do të stolisemi me dituri dhe me këtë dituri do ta gjejmë të vërtetën, do ta gjejmë hakun. Andaj vëllezër dashur, ai i cili don sukses, don udhëzim, don mirësi, nuk ka rrugë tjetër përveç se dy shpalljeve: librit Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu asnjëherë s'mundet me qenë i udhëzuar përderisa nuk e lexon librin e Allahut subhanahu wa taala, tarmatoset me dituri, e me këtë dituri do ta gjejnë të vërtetën. E dy sende patjetër duhet lexu, është libri i Allahut subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i dashmi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam para vdekjes na këshilloi dhe na tha: aleikum taraktum fikum shay'ain, tha jo kam lënë juve dy sende, nëse kapni për to fort, lën të dillu, tha s'keni me deviju, s'do të humbeni. Cilet janë ato? Tha libri Allahu subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duke pas parasysh gjithë këtë, nëse e studion dhe lexon mbi jetën e të parëve tonë, ki me has me një realitet dhe do të ballafaqohesh me një të vërtet se selefi të parë tonë, sahabët ridwanullahi alehim, e në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për çdo ditë kanë pas një sasi të caktuar të librit Allahut me lexue. Domethënë çdo secili prej atyre, duke nisë prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të tjerë të poshtë, çdo secili prej atyre ka pas të sikur obligim, ja ka kushtëzu vetës që me lexu një pjesë të librit. Po pse me lexu një pjesë të librit? Se pa e lexu librit nuk ke dituri, e po nuk pa të dituri, edhe udhëzimi është shumë lart prej teje. Andaj vëllezër të dashur, e gjen Omer ibn al-Khattabin, i cili thëke, nëse dikuj na prej neve i ka hik që kjo pjesa që ja kushzu vetës me lexu gjatë natës, nuk ka mujt me lexu për x shkaqe, e ka kaplu gjumi apo për diçka tjetër, që këtë e ka kompenzue prej namazit drekës dhe të ikindijes. Andaj vëllezër dashur, i gjenë se këto janë gjenerata më udhëzume, e gjenë që është gjenerata më e drejtë, edhe i gjenë se këto njerëz janë njerëzit më të devotshëm fytyrën e tokës. Rezultati, nëse doni me ditë po si ato arritën këtë, është duke lexu librin e Allahut subhanahu wa taala dhe duke meditu librin e Allahut subhanahu wa taala. Thot vëllezër dashur, Thabit el-Bunani, thot kam qëndruar, e kam lexu Kur'anin 20 vjet radhazi, çdo ditë, duke mos mik asnjë ditë pa lexu për librin e Allahut azza wa xal. Mirëvëllot, kënaqësinë e leximit Kur'anit, lezetin e Kur'anit, lezetin e të kuptuarit Kur'anit, kënaqësinë e thithjes së të mirave dhe zbërthimin e ajeteve dhe kuptimin e fjalëve të Allahut azza wa xal, e kam arrit dhe e kam shiju pas 20 vjetëve lexim. Pas 20 vjetëve lexim e kam arrit knatësinë e leximit Kur'anit, librit Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër dashur, kjo na jep me kuptu se për një herë nuk vjen asgjë. Për një herë nuk vjen asgjë. Patjetër lip kohë, lip mund, lip sakrificë. Andaj i cili qëndron para derës, qëndron në radhë për të hyrë në një vend, duke pas bindje se ai vend apo ai send është aq madhështor, aq bujar, aq mirësi ka, nëse qëndron para derës, do të vinë një ditë që do t'i hapet dera dhe do të futet. Kështu janë mirësitë e Allahut. Kështu është libri i Allahut azza wa xal. Po që se e lexon librin e Allahut subhanahu wa taala, patjetër me deomos ki me arrit me një shkallë që da kuptojsh librin e Allahut formën më të mirë. Po nëse pyet dikush prej juve, po pse hoç me kuptu librin e Allahut subhanahu wa taala? Çka është puna me kuptu librin e Allahut azza wa xal? Allah subhanahu wa taala shumë ajete ju drejtohet muslimanëve dhe ju thot, po e ceki vetëm një ajet. Surën Sad, ajeti 29, Allah subhanahu wa taala thot: Kitabun anzalnahu. Fol për librin e Allahut, për Kur'anin famëlar. Tha këtë libër e kemi zbrit
ta kemi zbrit tije, kitabun anzalnahu ilejk, këtë libër ta kemi zbrit ti o Muhammed dhe pasuzve tu dhe muslimanve. Mubarak, është i bereqetshëm. Ky libri Allahu Azza wa Jall është i bereqetshëm. Liudabbiru ayati. Për çka ka zbrit Allahu subhanahu wa taala këtë libër? Vetëm me lexue, vetëm me pas në raft. Këtë libër nuk ka zbrit Allahu Azza wa Jall me zbukuru shtëpitë tona. Këtë libër Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbrit për mi zbukuru raftet tona. Këtë libër Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbrit bereqet me majtë na për vende, se po që se nuk e ki mundet me ndodh iksene, jo dhe zdoshat. Këtë libër Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit lietdabbaru ayati, me meditue rreth ajeteve tina. Pra Allahu subhanahu wa taala librin e vet e pas ka zbrit që ne të meditojmë rreth fjalëve të Allahut. Lietdabbaru ayati, me i meditu ajetet e tina. E çka është meditim? Meditim është munal dhe me këshirën se cilin ajet se çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Mundu mi nxjerr kuptimet e atij ajetit dhe me njëherë me i qitë në praktik. Për këtë Hasanul Basriu, Allah e mëshiroft, shpesh herë i këshillon të xhamatin, vëllezërit e vet edhe shokët e vet dhe ju thoj kështu. Kur ta lexosh librin e Allahut, kur ta çelish Kur'anin për me lexu, mere se Allahu subhanahu wa taala është të dërgu mesazhe direkte. Është duke të dërgu urdhra direkte. Gjatë natës meditojmë. Gjatë natës meditoj këto urdhra, këto mesazhe dhe këto porosi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjatë ditës praktikoj. Pra kjo ishte këshilla Hasanul Basriut ndaj vëllezërve të vet, ndaj xhamatit të vet. Allahu subhanahu wa taala i çorton jo besimtarët, i çorton edhe munafiqët, i çorton edhe hipokritët, duke ju thonë afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tha çfarë është puna e tyre? Çka është puna e tyre? Pse nuk meditojnë rreth fjalëve të Allahut? Pse nuk nalen një çast, një moment dhe të shiqojnë se çfarë don Allahu prej tyre? Çfarë kërkon Allahu prej tyre? Çfarë lip Allahu prej tyre? Mundu me nxjerr kuptimin prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, am ala qulubin aqfaluha, apo zemrat e tyre janë mbyllur, apo ka pluhur, apo ka drin zemrat e tyre. Vëllezër të dashur, duhet me ditë gjithë secili prej neve se çdo ndikim, një send për me pas ndikim, duhet t'i plotson 3 kushte. Edhe ajo është e para, ndikuesin. Do të thonë dikush i cili ndikon. Pastaj i ndikuari dhe përçuesi. Ndikuesi, i ndikuari dhe përçuesi. Vëllezër të dashur, gjithë shka jemi në këtë vend dhe çdo musliman unanimikisht edhe e din se ndikuesi është Kur'ani. Ndikuesi në zemrat e besimtarëve, që duhet me ndiku tek ne për të përmirësu, për të rregullu, për të kalit, për të qenë më besimtar, për të qenë më musliman, është fjala e Allahut Kur'ani familjar. Dhe gjithë e din dhe ka prova dhe është të vërtetu se Kur'ani ndikon në jetën e besimtarit, në jetën e muslimonit, ashtu siç ndikoi te Ebu Bekri, ashtu siç ndikoi te Omeri, ashtu siç ndikoi te Uthmani, te Aliu dhe kështu me radhë. Pra gjithë secili prej neve e dim se Kur'ani ndikon në tek besimtarit. Pastaj i dyti vëllazëdashur, i cili është, nëse tham 3, ndikuesi, i ndikuari dhe përçuesi. Te i pari ram unanimikisht pajtimit se ndikoj ka Kur'ani familjar. Atëre parashtrohet pyetja, e pse te ne nuk ashtu ndikue? Atëre mesin 2 sende. I ndikuari që na bjen njerëzit dhe përçuesi që është leximi dhe meditimi. Atëre njoni prej këtyre ka defekt. Ose leximi dhe meditimi ka defekt, ose zemra jonë. Zemrat tona janë të mshelta me dry, i ka kaplue pluhuri i gjunaheve dhe i ka mlue katroni i mëkateve dhe nuk ndikon Kur'ani tek ne. Pra vëllezër të dashur, për këtë Hasanul Basriu ka thonë zemrat e drishkura,
Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njeriu kur bën gjuna, nuk kite fi qalbihi nuqtatun sauda, zemrën e tij vendoset një pikë, zemrën e tij vendoset një pikë e zezë. Gjunohin tjetër prap një pikë zezë. Gjunohin tjetër prap një pikë zezë, derisa zemra e tij bëhet katran e zezë. Edhe la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara. E çish e dikton që zemra tu ka bëhe zezë, tha të mirën nuk e di që është e mirë, dhe as të keqen nuk e shef që është e keqe. Të mirën nuk e punon, të keqen e ban. Të mirën nuk e di që duhet me punuar, dhe nuk mundohesh me punu, të keqen e di që është e keqe, a mos e ki gajle. Do me thonë me një fjallë, hiq në asnjë mënyrë nuk ki dert se e ban atë keq. La tarifu munkaran, nuk njeh haram. Andaj vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: e nëse njeriu pas çdo gjunoji ban tobe dhe istikfar, vetëm se i pastrohet zemra. Andaj dietarët unanimikisht kanë thonë që zemra e besimtarit pastrohet me dy sende, me istikfar dhe me dhikr, me përmendjet e Allahut subhanahu wa taala. Istikfar është me thonë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Edhe e dyta përmendja e Allahut është përmendja e Allahut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Istikfari është me thonë astaghfirullah wa atubu ilayh, mu pendu prej gjunave dhe mëkateve. Mirë po, ne e dimë nisën që përmendja më e mirë e Allahut subhanahu wa taala është libri i Allahut, është Kurani famullar, është libër me të cilin Allahu subhanahu wa taala nëse e lexon për çdo harfiki dhe shkronja e deri mund të 700 fishohet. Për këtë lutën Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët e lexojnë librin e Allahut subhanahu wa taala dhe kuptojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Vëzë dashur, thot Ibn Hubeira. Thot Ibn Hubeira, thot prej kurtheve më të mëdhoja dhe më të rrezikshme të shejtanit është ti mashtron robrit e Allahut që mos të meditojnë në Kur'an. Ngoni, Ibn Hubeira po thot prej kurtheve më të rrezikshme të shejtanit është ta bindë robin e Allahut që mos të mediton në Kur'anin, që i bjen me automatizëm as mos të lexon Kur'anin, as përkthimin e Kur'anit dhe as kuptimet që i nxjerr Kur'ani. Domethënë kjo është, domethënë kurthet më të rrezikshme është me të bind ti që mos me meditu librin e Allahut, mos me prek librin e Allahut azza xal. Po pse thanë Ibn Hubeira? Për çka mos me lexu librin e Allahut subhanahu taala? Tha se shejtani e din dhe ka bindje sa ai njeri i cili e lexon librin e Allahut subhanahu taala me deomos në shanset për udhëzim i ka shumë më të mëdhoja. E nëse është i udhëzum, shanset për devijim i ka minimal. Se e din se Allah, kur ta lexosh librin e Allahut, i din se çish është ringjallja, e din se si është me ndet para Allahut subhanahu taala, i din se çish është mahsheri, e din se si është ura siratit, din çish është vdekja, e din se këtë gjitha i din. Andaj tha shejtani duke e pas parasysh gjitha këto, se i udhëzumi e ka shumë zor mu deviju, dhe i devijuari i ka shanset shumë shpejt mu udhëzu. Andaj tha shejtani kurthet më të mëdhoja i ban që ta largon njeriu prej librit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu wa taala shpesh herë në shumë ajete thash ju thot besimtarëve, edhe i nxit besimtarët që të meditojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj me një ajet tjetër tha afala yatadabbaruna al-Quran. Çka është puna me këto musliman që jo që e lexojnë Kur'anin, po as nuk a meditojnë rreth Kur'anit. Domethënë diçka më e madhe se leximi. Për këtë kanë thonë leximi i Kur'anit prej veprave më të mira të gjuhës, është me lexu Kur'anin. A prej veprave më të mira të zemrës është me meditu rreth Kur'anit. Vëllezër të dashur, atë sa është zemra e paçt prej gjunohave, prej mëkateve, aq edhe e ndjen lezetin dhe kënaqësinë e leximit të Kur'anit dhe meditimit rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Ka shumë shembull në Kur'an edhe prej selefit se si kanë ndikuar të ato leximi i Kur'anit. Për këtë e gjenë Urwet ibn Zubairin, nona e ka pas Asma bint Abi Bekr. Thot vallahi ka hinë në namaz nona ime dhe me një ajet ka analën. Është koçite çaj ajeti. Tha unë kam dalë për shtëpie, kam shku në pazar
i kam kri këtë punt, edhe jam këthi në shtëpi, nona ime hala vazhdoj ke përsërit ke qatë ajetin, duke meditur e thati ajetit. Është një tebi, është Fudejl ibn Iyadin, e dinin këtë. Fudejl ibn Iyadin është një prej dietarëve të famshëm të Islamit, e ka pas një djalë Ali ibn Fudejl ibn Iyad, i cili është, thënë, shahid i Kur'anit. Thënë dietarët, kur e përshkruajnë këtë Ali ibn Fudejlin, thotë, ka qenë më i ditur se baba dhe më takvali se baba. Ka qenë më i ditur se baba dhe më takvali se baba. Thënë prezencën e tina, as ai nuk e ka lexue dhe as që dikush ka mujt me a lexu surën El-Qari'a. S'ka mujtë. Pse? I ka rat fikt. I ka rat fikt se suratul Qari'a tregon për ndodhit e ditës gjykimit. Tregon për ndodhit e kiametit. Në prezencën e këtina, çast shumë ka qenë i thellum fjalët e Allahut, edhe kuptimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, saqë në prezencën e tina as nuk është lexue dhe as nuk e ka ngue. Edhe vëllezër dashur, një ditë prej ditëve fillon namazin dhe ndëgjon një fjalë të Allahut në xhami, lidhet në xhami pas hoxhës, e ndëgjon një fjalë të Allahut subhanahu taala, atë shumë e prek zemrën e tina, atë shumë kanë dikun zemrën e tina, saqë thuhet çaj ajet ka qenë sebeb që ai më ia dorëzu shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Domethënë kush? Ali ibn Fudejli. Për këtë lutem Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre të cilët meditojnë rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, e jo nuk bën prej atyre të cilët e lexojnë edhe nuk e lexojnë. Mirë po shumë shpejt, pa unal pak dhe me meditue dhe me studiu. Dikush prej juve ka me thonë, hoxha, e kam dëgjuar në filonin duke thonë sa i cili fol tefsirin e Allahut, e komenton fjalën e Allahut pa dituri, edhe nëse e qëllon ka gabue. Po e vërtet është vëllezër dashur. Mirë po, siç kanë thonë dietarët islam, ajetet e Kuranit ndohen në katër. Ajetet e Kuranit ndohen në katër. E para, ato të cilët e lexojnë për kthimin, edhe arabët i kuptojnë këto ajete. Arabët e thjesht, njerëzit e thjesht, çdo njeri i cili e lexon për kthimin, apo dhe një arab i thjesht e kupton kuptimin e tyre. 2 janë ajetet e cilët nuk arsyetohet mosdia. Domethënë, nuk i falet mos me ditë. Për shembull, nëse të pyet dikush se çka do të thonë elhamdulillahi rabbil alamin, mos me ditë, nuk është heshëm. Mos me ditë se çfarë kuptimi ka Ar-Rahmanir Rahim, nuk është heshëm. Nuk arsyetohesh, se ki pas mundësi me lexue. E treta kanë thonën, e di i kuptojmë vetëm dietarët. Domethënë ka ajete të cilët unë edhe ti janë shumë zor me kuptua, ama dietarët mund me kuptu. Ato të cilët kanë harxhu kohë dhe mund duke lexuar mbi libra. E katërta është, ka ajete të cilët i di kuptimin vetëm Allahu subhanahu wa taala. I din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Andaj studiuesit e Kuranit kur e kanë lexuar Kuranin famëlar, kanë dalë me rezultat se mbi 500 ajete, s'ka më shumë se 500 ajete që flasin mbi ligjet në Islam, mbi dispozitat në Islam. Domethënë dispozitat, ajetet e dispozitave janë rreth 500 apo 500 diçka. Mirë po këtë Kurani vëllezër dashur i ka 6236 ajete. Dikush ka më thonë hoxha pika e moment shumë kollaj është. Ajetet në Kur'an janë vetë 6 mes 2-3. Domethënë numri i ajeteve në Kur'an është 6, djathtë majt janë në 6, djathtë në 6, mes janë 2-3 çat janë. 6236 ajete i ka gjithë libri i Allahut subhanahu wa taala. Inshallah Allah azza jalla na bën për atë që në këtë muaj e lexojmë librin e Allahut subhanahu wa taala fillimisht. E japni maksimumin me lexu librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe dyta Allahut na mundsoft që masi që ta lexojmë ndal na bilën disa çaste, disa momente të meditojmë, ta shohim se çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Pse Allahu subhanahu wa taala kështu? Pse Allahu tha kështu? Pse Allahu tha kështu? Lusna Allahu azza wa jall që të na bën për atyre. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërblet, Allah e nderoft inshallah.